a ke ndonjë plan për të luftuar korrupsionin apo po mirë, më kjo lufta kundër korrupsionit që po zhvillohet, këto hetimet që po zhvillohen, këto gjyqe që po zhvillohen, si thua ti, më fal si Bruno Argento, si thua ti, nuk kanë lidhje me asnjë plan dhe me asnjë projekt dhe me asnjë program dhe me asnjë vullnet timin dhe të Partisë Socialiste, po mos isha unë dhe Partia Socialiste ti nuk do i shifshe këto. Altin Dumani, për cilin kam respekt, dhe e kam përsëritur dhe përsëris ka të gjithë solidaritetin tim dhe solidaritetin ton përballë sulmeve kafshërore, edhe deri kundër familjes ti, nuk ka ardhur nga hëna. Ti, Bruno, as nuk e kanë sjell me avion nga Amerika ose nga Europa kur u ngrit institucioni i SPAK-ut. Ka qenë këtu, ka qenë prokuror, ka punuar prokuror. E kishe dëgjuar ti Altin Dumani ndonjëherë. Dhe jam i bindur që i tillë ka qenë edhe atëherë. Pra, i ndershëm dhe kurajos. E kishe dëgjuar ti përpara. Po pse nuk kishte thirrur Altin Dumani atëherë ndonjë politikan ti thosh hajde këtu tashti edhe më trego si është kjo punë. Sepse nuk kishte ardhur akoma koha që solla unë dhe Partia Socialiste, që bëm reformën drejtësi, që i dorëzuam shpatën e ndëshkimit drejtësisë, që vum veten dhe organizmin e vetë partisë tonë në pushtet në dispozicion drejtësisë,